Veç 2 pale kanë ditë vendimi e gjykatës kushtetuese, pa e ditë opinioni publik. Se 3 ditë, veç vetëvendosja edhe Vjosa Osmani. Edhe Vjosa Osmani. Veç vetëvendosja. Ja, dhe ketë ata që i kanë kallzu vetëvendosja. Dhe ketë ata që ju ka tregu vetëvendosja. Ja, ketë ata të cilët ju ka tregu vetëvendosja. ose presidentja. Ose presidentja, po presidentja s'ka pas që ka zotë, se s'është që ka fitu diçka në këtë punë, sa është e dëmtuar në këtë rast. Sa do që thotë? Po e ka evitu pak një... Që ka bo presidentja? Se presidentja ka morë një vendim që si ta ka nësoj me morë. Që ka ta bedot të s'ki drejt në shpërvoku vetë. Së punë e jotja kje. Po, së punë e sot. Së punë e jotja. Po nuk është kje që shkë po tash, ata se... Tash ta ira me rëmëroj, politikisht është shkelje, do t'ja shpjegoj saktësisht. Jashta vendimi gjykatës kushtetuese. E çka është pro një sen, që një kryetar i shtetit qohë dhe merr një vendim, çush me qujt, një vendim që s'ka drejt me marë. Që s'ka pasojë. Çush me qujt këto? O shkelje kjo, o ne fa shkelje, ka marrë shkelje. Këto shkelje u bo. Jo, shkelje serioze. Unë e thasha ma bashkë të punë shmerzuese se ka konstetu kushtetuesa.